Edi Rama nuk e zhdor nga mbrojtja e një prej projekteve më të debatueshme të karrierës së tij politike. Në një intervistë për Euronews Serbia, kryeministri shqiptar deklaroi se Ballkani i hapur u cilësua si një ide e tmerrshme, vetëm sepse u promovua prej tij dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Ishte një ide e tmerrshme vetëm për një arsye, se unë dhe Vučić ishim pas saj. Nëse do të ishni me emrat tanë dhe do t'i zëvendësoni me 5 të tjerë, do të konsideroj një ide e shkëlqyer. U shpreh Rama duke shtuar se kështu funksionon politika në Ballkan. Por pavarësisht përpjekjes së Ramës për të paraqitur dështimin e Ballkanit të hapur si rezultat të paragjykimeve politike, rrjedha e ngjarjeve në rajon tregon një realitet krejt tjetër. Nisma, e njohur fillimisht si Mini Schengen, lindi në vitin 2019 si një projekt i përbashkët mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ajo u prezantua si një alternativë rajonale në një kohë kur procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ishte ngadalësuar dhe vendet e Ballkanit Perëndimor humbisnin besimin tek premtimet e Brukselit. Rama dhe Vučić e promovuan Ballkanin e hapur si një projekt autokton që do të demonstronte se rajoni ishte në gjendje të ndërtonte vetë mekanizma bashkëpunimi ekonomik dhe politik, pa pritur gjithçka nga Bashkimi Evropian. Objektivi ishte krijimi i një tregu të përbashkët me lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve sipas modelit evropian. Megjithatë, projekti nuk arriti kurrë të zhndërrohej në një nismë gjithëpërfshirëse. Kosova refuzoi ta pranonte, duke e konsideruar të papranueshme pjesëmarrje në një projekt me Serbinë, pa njohje reciproke. Edhe Mali i Zi e Bosnjë-Hercegovina zgjodhen të mos i bashkoheshin, duke mbështetur procesin e Berlinit si mekanizmin zyrtar të bashkëpunimit rajonal. Në praktik, Ballkani i hapur mbeti një projekt i 3 liderëve, më shumë se sa një projekt i 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pikërisht ky izolim politik ishte një nga arsyet kryesore që nisma humbi frullin dhe nuk arriti të prodhonte ndikimin që premtonte. Goditjen përfundimtare e dha ndryshimi i realitetit gjeopolitik pas agresionit rus në Ukrainë. Bashkimi Evropian ndryshoi kurs, riktheu zgjerimin në qendër të politikës së tij dhe intensifikoi angazhimin ndaj Ballkanit Perëndimor. Procesi i Berlinit fitoi peshën që kishte humbur, ndërsa Ballkani i hapur mbeti në plan të dytë. Sot shumica e projekteve rajonale zhvillohen në ombrellën e procesit të Berlinit dhe planit të rritjes së Bashkimit Evropian, ndërsa nisma që Rama e konsideron ende një ide të mirë, praktikisht nuk ka më rol në arkitekturën politike të rajonit. Për këtë arsye, pretendimi i kryeministrit se Ballkani i hapur dështoi vetëm për shkak të emrave të tij dhe të Vučićit, nuk gjen mbështetje tek zhvillimet e viteve të fundit. Projekti nuk u rrëzua vetëm nga kundërshtarët politik, por edhe nga mungesa e besimit të vendeve të rajonit, refuzimi i Kosovës, qëndrimi i rezervuar i Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, si dhe rikthimi i Bashkimit Evropian si promotori kryesor i integrimit rajonal. Ironia është se vetë Rama, i cili për vite e paraqiti Ballkanin e hapur si të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, sot sheh atë të zëvendësuar nga pikërisht procesi i Berlinit, mekanizmi që dikur e konsideronte të pamjaftueshëm. Ndërsa kryeministri vazhdon ta mbrojë projektin si një ide të keqkuptuar, realiteti politik në rajon tregon se eksperimenti i Ballkanit të hapur ka mbetur tashmë pjesë së shkuarës.